Sa i përket... Po sa marrin ata të tjerët? E bërë llogari? Sa i përket tjerëve... Bashkojnë qik ata të gjithë, sa marrin ata si pas kësaj? Sa i përket tjerëve, në qoftë se do marrim... Janë më shumë se 660.000. Në qoftë se do marrim 1.8 milion votues, se varet sa do votojnë gjithmonë numrin e votuesve, dhe përqindjet e këtyre, aty pastaj kalojmë te ajo tabela me 48% do fatos dhe jo te kjo. Jo, bëj këtë llogari gjë në fund, se ti mos krahaso vetëm ato. Pra 2% që i kujt. Më thuaj sa do votojnë, su nuk e di. Bëre llogari, sa ka marrë Rama, i heqim këto përqindjet që i kanë ikur dhe nga 700 cathe, ka shku 660.000. Sot që flasim, 87% të socialistëve do e rivotojnë e Dirama. Po në rregull pra e the nga 700 ca 50, shkoj ke 660. The që PD-ja nga 600 ca ka shku në 500. Do dalin zgjedhje 1 milion njerëz. Kush, sa marrin këta tjerë dhe a bërë, mund të pyet me që bërë e sa. Dakor, 2% që i 1.5 milion, po mos e llogarit me 5 milion, llogarit me këto shifra. Mbi atë është e llogaritur pra. Mbi atë është e llogaritur. 87% 26%, të 1.7 milion. Pra. Po jo i 2021-shit. 88% se bëm një këtë debat. 87% i 26-ës. Atëherë shumë e thjeshtë. Nuk ka 760.000 votë. 2% më pak janë socialistët. 2% më pak janë socialistët Arion Gjoje. 2% më pak janë nga viti shkuar. 2% që i 760 mishës është 15.000 vota. Ti sigur ke hallë na mushmën e ne që do fitoje Edi Rama, po atë dim në më burë, po tash problemi është të bëjmë një hesap. Unë kam ardhur të flas me atë aty. Po tash ti. Se pas asajt aty janë qindra mira që në ndjekin, jo të mbush më një ty. Nxirë shifrën tamam, sepse ajo së nxirët ashtu shifra nxirët ku kanë lëvizur në këtë thes, në këtë dy thas, si ka lëvizur se ka dalë një thes i tret, dhe sa janë këta që kanë shkuar kjo thes i tret. Ja i nderuar ku e ke. Ja ku është, ja është shumë e thjeshtë. Sot që flasim, ti e ke të qartë. Socialistët sot që flasim janë 26%. Demokratët dhe Ilir Meta dhe aleatët 11 pikë më pak, dhe këta të veçli që thua ti të gjithë bashkë janë 16%. Të shkoj ke llogaria jote atëherë? 16% që i 1 milion e gjysmës i bie 200.000 vota, shnet. Pra, 200.000. Po pra, në 12 qarqe me këtë sistem janë 10 mandate. Llogaria që mund të bëje ishte kjo. Po. 750 ka shkuar 600 ky, ka ikur 150. Apo jo? 600 ca, se di se ti i bërë shifra, ka shkuar 500, ka ikur dhe 100 ca. 150 plus 100 e ca, korespondojnë thua ti. Shkojnë këte i themun. Po pra. Ca i merë Tom Doshin. Exakt, po me këtë sisteme dhe si kur tjetë kështu, si kur të kenë rënje të dyja të mdhajat me nga 100 ca mi vota, me këtë sistem që ti e the vetë që është një qorë, sërish rezultati nuk ndryshon, kjo është thejnë. Jo, rezultati është i qartë më pa... Oke, atere, që të jemi të qartë, si pas noto sondazhi, tek sondazhi kryesor, këthejemi edhe njerë tek prirja e votës, pra sondazhi para fundit, sondazhi 7, mos ka boj. Nëse do të zhvilloheshin sot zgjedhjet, po e kujtoj edhe një herë, Partia Socialiste do merrte 46%, Koalicioni Partia Demokratike do të merrte 35%. E më pas vazhdon Partia Mundësia 6.5%, Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet 5%, Partia Socialdemokrate 2.5%, Koalicioni Euroatlantik 2.0%, Lëvizja Bashkë 1.5%, Koalicioni Djathtas për Zhvillim 1% edhe të tjerët 0.5%. Ta pyes një... Një pyetje? Okej, se më duhet ta mbyll, po? Po, pyetje. Me thënë, me që zoti Noto e ka bërë dhe pyetjen që si ke vënë votuar në 2021-shin. Ideja është që si del votimi, do me thënë, raporti i përqindjeve politike tani në raport me 2021-shin, i këtyre 2.000 votuzve. Abbiamo chiesto ai votanti... I pyetëm votuesit e sotëm se cilën parti kanë votuar në 2021 ose në qoftë se kishin shkuar apo jo të votonin. Votuesit e sotëm. Pra i pyetëm se çfarë kanë votuar në 2021, votuesit e sotëm, ata që kemi intervistuar sot. Po në një që s'ka votuar, s'ka marrë ky? A ju ka dalë, pyet Lëbonja, ju ka dalë në një që s'ka votuar?
Non ha votato? Po, sigurisht, po, sigurisht po. Si del kampioni është pyetja, si del kampioni, si... Che non hanno votato. Më lërët se pyet teknik tani. Që janë intervistuar pra, sot, tani, nuk kanë votuar në 2021, një pjesë. E do me përqindje, Arion, ku do të dalë, se jam në fund? Si e ka rezultatin e këtyre 2000? Dhe me thëmë, për kë ka votuar 2021 nga 2000 që janë pyetur në sondazhin e sotëm. Pyetje si ke votuar 2021, si... Në përqindje, pra a e kemi në përqindje 20, ta 2000 si janë të ndarë? 70... No, e sarebbe al contrario di quello Do ishte në të kundër të asaj që bëm, në fakt, ne donim të analizonim tra il 2021 e il 2022. pra, diferencën e votës midis 2021 dhe 2025. Pra i pyeta ata të cilët kanë shprehur pra qëllimin për të votuar në 2025, Cosa hanno votato se çfarë i pyetëm se çfarë kanë votuar në 2021. posto anche a coloro i Kjo quali pyetje u shtruar edhe atyre pensano di non andare a që votare. në 2025 mendojnë që mos shkojnë të votojnë, Il comportamento di voto nel dhe 2021. i pyetëm se si janë si në 2021, nuk kanë votuar, për cilën parti kanë votuar ose nuk kanë votuar fare. Këto janë pyetjet pra që janë bërë. Poi teniamo presente Pastaj mbajmë parasysh che që vota sempre lo stesso numero di elettori. nuk voton gjithmonë i njëjti numër zgjedhësish. Sempre il 50%. Po, është e vërtetë që voton 50% e elektoratit e zgjedhësve, pra, por nuk janë të njëjtët që kanë votuar nga një zgjedhje në tjetër, jo domosdoshmërisht. Pra nuk i kemi në numër përqindjesh, që 50% e këtyre njerëzve do votojnë ose do votojnë, 30 kaq, 20 aq, pra nuk i kemi këto. Okej, mirë, do mundohemi të jemi më konqiz dhe me pyetje tjera edhe më